a ka pas Imam Ebu Hanifja mjekër? Jo vetëm Ebu Hanifja, të gjithë imamët e shuar, dietarë të cilët kanë pozitë dhe peshë të madhe në fejen tonë madhështore, duke nisur nga Ebu Hanifja, Imam Maliku, Imam Shafiu, Imam Ahmeti, të gjithë dietarë të tjerë, secili prej tyre ka pas mjekër. Nga se ka qenë dietarë të devotshëm dhe të dinë, ata i kanë ditë të gjithë normat dhe parimet fetare, të cilat rasin një gjë të tillë se besimtari duhet ta lëshojë mjekrën, t'i shkurtoje mustaqë. Bile për Ebu Hanifën, treguohet në për biografinë e tij se ai nëse në mexhliset dhe tubimin e tij kanë prezantuar djelmosha të ri të cilët akoma nuk ju ka dalë qimet e mjekrës, thuhet se nuk e ka shikuar direkt në fytyrën e tyre. Gjithë kjo në atë faktin se te ka i ka peshu njeriu me peshë që ka burrni të plot, duhet të pasojë mjekër. Bile në kohën e tij ata të cilët nuk kanë pas mjekër, ata i kanë qortuar dhe i kanë, është nga mëkat, i kanë llogaritur njerëz të cilët janë fasika, të cilët janë shfrenuar dhe janë mëkatar. Andaj Ebu Hanifja ka pas mjekër. Dhe është e njohur kjo tek dietarët. Allah shpëleft.